Përshëndetje miq të dashur. Sot nisemi në një aventurë fantastike drejt botës magjike të teknologjisë. Një botë ku fëmijët nuk janë thjesht përdorues, por shpikës, krijues dhe mendje hapur. Ata ndërtojnë robot, krijojnë lojëra, programojnë kalkulator, hapin faqe interneti e madje shpikin sisteme që i ndihmojnë mjekët dhe e luftojnë bullizimin. E janë të njohim herojnë tanë të vegjël dhe veprat e tyre të mëdha. Fillojmë me shpikje që lëvizin, mendojnë dhe ndihmojnë. Malsini na e prezanton robotin e tij inteligjent, ndërsa Darisi ka krijuar një shkop për personat e verbër. Një dorë ndihmuese që flet për zemrën e tij të madhe. Froni na mahnit me një ashensor miniatur që funksionon për mrekulli. E sot në programin fluturues të fëmijëve do të udhtojmë në botën e mrekullueshme të teknologjisë dhe robotikës. E këtu me mua te tavolina i kam 3 djema shumë inteligjent që i kanë kriju disa robota të interesant. Po fillojmë këtu me Malsinin. Malsin, apo më tregon se çka kemi neve këtu? Këtu përshëndetje. Këtu e kemi bërë një projekt loj target. Pra kur lazeri e prek këto, disi motori e livrit, pra këtu është fotorezistori. Kur lazeri e prek fotorezistorin, kjo do e tregon disi motorin të livrit poshtë. Okej, çka kemi përdor këtu me ndërtu këtë? Po më duket që kjo është një pajisje, domethënë prej kartonit. Edhe këtu i kemi marrë, edhe këto që kanë të ndërtuar prej kartonit. Edhe pse po na reagon kjo në dritë? Çfarë po ndodh, kështu që po na reagon në dritë kjo? Në dritën e laserit. Me çka i kemi ndërtu? Pra, këtu për mas, kemi përdorur Arduino që është truri i projektit, dhe breadboardi i ka ngjitur këtë pajisjet dhe i ka treguar Arduinos çfarë të veproj. E tash po kalojmë te Froni, që po më duket na ka ndërtuar një lift, a? Ky është një lift. Mirdita, unë jam Fron Latifi edhe kum kriju një lift me ndihmën e Arduinos. Ky është disi motori që e ka pejën që e lëviz liftin nalt apo poshtë. Këta janë komponentat më të rëndësishëm. Ky është USB power që lidhet me kompjuter ose laptop edhe merr energjinë prej kësaj. Ky është slide switchi edhe ky është DC driveri. Me slide switch e lëshon liftin funksionon ajo. Edhe me këta me DC driverin ja zgjedh anën apo do nalt apo poshtë me shku. Çata është i lidh me DC motorin. A funksionojnë kështu liftat edhe në jetën e përditshme me këso lloj mekanizmash? Po jo, me kësene i kanë më të kompliku, më të mëdhaj, më të zërt. Po domethënë kjo është baza për me mësu neve se si funksionojnë gjërat që ne i përdorim çdo ditë. Apo më tregon mua se çfarë njohurive duhet të kemi neve për me arrit me kriju gjëra të tilla, edhe në të ardhmen të bëhemi inxhinier. Fizik, duket se kemi fizik, sepse do të njohim çarqet elektrike apo jo? Po. Edhe matematik. Po. Për me bo këse sene tilla, duhesh me shku me një kurs me mësu sene të bazë për shembull, edhe tani kur të mëson me Arduino apo Lightbox, mundesh me kriju gjëra tilla. Pëlqen ty teknologjia? Çka dëshiron të bësh kur të rritesh? Ose programer ose violoncelist. Ose violoncelist, çka janë këto dyja kështu kaq të ndryshme? A mendon se lidhen me njëra tjetrën diçka? Apo ndoshta që duhet të koncentrohesh te të dyja? Ja, programer kam qef mu bu se jam kurs kompjuterave dhe më pëlqen shumë, violoncelist se jam shkollë të muzikës edhe shumë më pëlqen. Bravo, faleminderit shumë. Edhe tash arritëm te një pajisje shumë interesante që po më duket edhe kjo ju shërben njerëzve që kanë shumë nevojë. Përshëndetje, unë quhem Daris Qashari. Këtu para jush kam paraqit një projekt të cilin ne e quajmë Blind Stick. Kjo më shumë përdoret për personat e verbër, cilat kanë nevojë për shembull kur të ecin, kur dalin me ec, edhe kanë nevojë me ditë a ka diçka përpara apo jo. Këtu e kena punu këtë projekt me Arduino. Këtu janë disa komponenta të Arduinos. Kjo është Arduino Uno, i cili është truri i projektit, dhe Arduino neve na mundëson që të bëjmë projekte me teknologji si kë. Ky është ultrasonik senzori. Këtu e kemi një dritë dhe këtu është buzeri, i cili neve na tregon ose na i çon një sinjal që diçka ka dalë përpara. Ne mujna edhe me testu.
Ky neve na lajmëron kur të afrohemi deri në 10 cm, po këto mujna me ndryshu varësisht prej nevojave të njeriut. Këto mujna me përdor në jetën e përditshme, po për shembull kur të bie shi, ne duhet me implementu këto Brenda shkopit. po brenda shkopit se mujnë më na u prish. Pip! Mirë se erdhët në botën e lojrave. Joni rikrijon klasikën Snake me një stil të ri dhe zbavitës, ndërsa Dielli sjell Angry Birds në 3 nivele, me pengesa sfiduese dhe shumë argëtim. Përshëndetje, unë jam Jon Suka dhe sot kam ardhur këtu për të prezantuar projektin që kam punuar. Emri i projektit quhet Snake Game. Snake Game përbëhet prej gjarprit dhe mollës. Sa më shumë molla që gjarpri ha, aq më shumë i rritet trupi dhe pikët. Gjarpri lëviz me shigjeta. Kur gjarpri rrok murin ose prek trupin, gjarpri humb lojën dhe qet game over. Ky është ekrani, platforma që ne mund ta shohim gjarprin duke luajtur. Çdo herë kur prekim trupin ne humbim. Do të thonë qëllimi që ka as mos me e godit Murin, as mos me prek kafshu trupin. veten, vetëm mollën me ndjek. Pjesa më e vështirë në projektin këtu ka qenë kur e kam bë gjarprin me lëviz me shigjeta. Edhe kur mollën e kam bë me dalë në momente të papritura kur i kemi hongër krejt mollat në platformë. Wow, okay. Pëlqen ty programime? Shumë. Pse të pëlqen? Si ndihesh Programi, me programe? unë kur programoj, kam edhe ëndër të bëm programer, sepse vëllau gjithmonë më bën të lumtur duke punuar në këtë. Ah, të mbështet ty, edhe të Po, inspiron? më mbështet, më inspiron shumë dhe ja pse tani jam këtu. Unë jam e bindur që do të bësh një programer i mrekullueshëm. Faleminderit. Faleminderit. I kemi 3 nivele, easy, normal dhe difficult. Ne po e luajmë nivelin easy. Loja mund të luhet me klik mouse-it ose me spaceboard kompjuterit. Unë po e luaj me spaceboard kompjuterit. Sërë që kalojmë YouTube, na shohet një pikë, për nëse godosim tokën ose tubin, vdesin dhe paraqet game over. Po ashtu paraqet so pikë i ke marrë këtë lojë dhe so pikë është maksimumi që i ke marrë. Bravo. Sa ka qenë e vështirë për ty me e kriju këtë lojë? Shumë. Çka ke përdorur kështu? Si e ke kriju? Kom përdur gjitha këto kode, gjitha këto sprite. Nga loja te logjika dhe llogarit. Gerta e ka ndërtuar një kalkulator që i kryen të gjitha veprimet aritmetike, saktësisht, shpejt dhe me elegancë. Unë për projektin tim e kam bërë një kalkulator digital, edhe gjatë krijimit të kalkulatorit unë kam përdorur disa komanda shumë të ndryshme dhe janë shumë të rëndësishme. Kam përdorur variabla, inputa, integjera, printa dhe më të rëndësishmet math statements. Math statements i kam përdorur për veprime të thjeshta. Ato janë mbledhje, zbritje, shënzim dhe pjesëtim. Edhe demokracia ka vend në këtë udhëtim. Eda dhe Viona e kanë ndërtuar një sistem online votimi, që garanton siguri dhe transparencë për çdo qytetar, kudo që ndodhet. E këtu tash jam me 2 programere të ardhshme, Edën edhe Vionën, të cilat na kanë kriju neve një sistem votimi, që është shumë i nevojshëm edhe nuk e kemi. Prandaj, po më intereson më shumë të di rreth kësaj çka është ky sistem votimi edhe si mundemi me përdor ne edhe në vendin tonë. Të fillojmë, do me thonë, mas pari, kjo ide ka ardhur sepse ne atër ka qenë koha e votimeve, pra për të zgjedhur kryetarin, por ne kemi dashur më ardhur me një ide të re, me qenë se Kosova nuk e ka një sistem votime, prandaj është që mundesh mu regjistru si votues, edhe mundesh me pa informacione mbi kandidat. Edhe çka jona ata, çka ofrojnë ata. Tani jemi në universin digital. Ledioni dhe Riga kanë krijuar faqe për blerje online, që të sjellin gjithçka në derën tënde.
Ujana nafton në një udhëtim virtual në Muzeun Kombëtar të Kosovës, përmes një faqeje plot informacion e histori. Këtë faqe mundet me përdor për me bërë blerje të ndryshme, pse Mastercard i shërben për blerje. Përshëndetje, unë jam Ujana Delvisha, jam 13 vjeç dhe projekti që unë kam bërë është lidhje me Muzeun Kombëtar të Kosovës. Unë kam kriju këtë projekt në mënyrë që me jep sa ma shumë informata, detajet ndryshme për muzeun tonë. Projekti është një projekt i cili ka për detyrë të shitjen e produkteve online, ku ka qëllim të jetë sa më i thjeshtë për përdoruesit, ku mund të procesin gjëra kozmetike. Laboratori i së ardhmës është këtu. Gerti ka ndërtuar një sistem me inteligjencë artificiale, që i ndihmon mjekët në diagnostikimin e sëmundjeve të mushkrive. Një shpikje që mund të shpëtojë jetë. Modeli që kam ndërtuar ka qenë si asistent për mu më ndërmirë për mjekët dhe të jetë më lehtë për evidencën të nëzë. Arti ka krijuar një faqe që ndihmon fëmijët të flasin për bullizimin, të kërkojnë ndihmë dhe të ndihen të sigurt. Përshëndetje, unë jam Artja Shori dhe ky është projekti im që e kam bërë. Ky projekt quhet raporto bullizmi. Ky projekt funksionon kur disa njerëz mund të raportojnë raste të bullizmit nëpër shkolla të ndryshme, edhe kjo është llogja që e kam bërë. Pastaj kur shkojmë te kjo faqja tjetër, mund të kyçemi nëse kemi një llogari. Sepse askush nuk duhet të përballet vetëm. E shihni? Teknologjia nuk është thjesht kablo apo kode. Ajo është një mjet për ta ndërtuar një botë më të mirë, më të drejtë dhe më të mençur. Dhe kur ajo është në duart e fëmijëve si ju, plot ide, guxim dhe dashuri, atëherë e ardhmja është në duart të sigurta. Ju jeni krijuesit. Ju jeni zgjidhja. Ju do ta çoni botën përpara.